Sot nuk ja vlen të mërzitesh për askënd. Jeta është shumë e shkurtër për ta shpërdoruar energjinë te njerëz që nuk e kanë ditur kur vlerën tënde. E vetmja gjë e mençur që mund të bësh është të qëndrosh larg atyre që të lodhin shpirtin, që të marrin pa dhënë, që të kujtojnë vetëm kur kanë nevojë. Njerëzit që nuk ta çmuajnë zemrën sot, nuk do ta bëjnë as nesër. Prandaj mos e mbyt veten duke pritur ndryshim nga ata që nuk u intereson. Mbaje shpirtin tënd të pastër, të lirë dhe të fortë. Je një dhuratë nga Zoti për ata që të duan me të vërtetë, për ata që kuptojnë vlerën tënde pa pasur nevojë të ua shpjegosh. Largoju njerëzve që të sjellin dhimbje dhe afrohu me ata që sjellin qetësi. Kujtoje gjithmonë, vlera jote nuk përcaktohet nga ata që nuk e pan kurrë, por nga ata pak njerëz që e ndjejnë dhe e respektojnë. Ruaje veten, sepse zemra jote meriton më shumë se thërrime. Je i rëndësishëm, je i vlefshëm dhe je i dashur. Prandaj ec përpara me zemër të pastër dhe kurrë mos harro. Vlera jote shkëlqen edhe kur të tjerët nuk e shohin.